O profe, shjeni lek të profe, shpreshi gjithë lek me familjen, shje jetën e profe. Vera për shpje, mos maj lek në ndrasa se kemu penu. Bjesh më qaf njëri që Po dikur, po? nuk i diet rezultati pastaj. Qa po thua, Rëban? Ti bjesh më qaf njëri që nuk i diet rezultati se si merë. Po, dhe gjithë të rap, o profe, se këtë do vdesim i dita profe, shi rap. Bandit, të kam vlla, për mendimin tim, nuk duhet t'i bjesh më qaf njeriu. A kupton, t'i bjesh më qaf, o vlla, që nese pas nese, kur t'i kesh rrugës ti, të shkokën brapa se mos t'pa i apo t'pa kyre. A kupton, ky është mendimi im, vlla. Tani frika kam t'i bjem qaf gjithë kujt. Se po trash më qaf e ty e bando, nuk i di se çan bende. O profe, po nuk është jeta pa probleme e mirë, o profe. Edhe ajo kur e ti si ke probleme mirë, si shef prara mrapa, është adrenalinë e jetës. Ore, adrenalina jo të je, po bandit, a ngecesh në situata, ngecesh. A e kupton, a nga ngece, unë me në situatë kam ngece, ose s'po them, mu s'kam bërë shërore. Po them që ti bje unë dikujt, në qaf, me vetë një jetë, duke fit. Vazhdu, shikta shejtanët në komende, vazhdu, të kërko filanit, të kërko filanit. A kupton në bando, nuk është me i fjallë gjë që të që unë për vete time nuk e bejt dot, që ti bje dikujt në qaf, troq mua beti, që të nise muna shpia ti bje për qaf filanit, jo, s'ka shanse, vla, se bëjt dotët. S'ma mban bythar, troq mua beti të shok, s'ma mban ose nesë pas nesë bandit, mua më thotë edhe vla, ja vejt e rajmë qaf filanit po, ik vri vetën, thotë vla. Shpun ka mund thotë e t'le kalamajt rrugve, se ty taku rrizi do kruesh me njerëzit. Qa ti them unë atë? Jo, hajde më ndihmo vlla, po s'vi thotë kjo shumë. Kam kalamajt për të rritur. I flasim që ata si janë. Pasandaja, kur ndodhi situatë, një diçka që dikush gricet me ty e kështu aty ndryshon punare. Se po gricet ti me mua, do të përgjigje mua, se s'kam qa bej. Kum kërko që persona këtë gjysi? Kum, qa vendëm kërkojnë? Se mu më kërkojnë shumë njerëz o bish, po kur folim me ta, kush do me folim me mu. Ky është mendimi që u ka me quna, pastaj përsa i përket gjërave tjera. Po profe, o profe, bëne plagosi apo. Tallu bandit tallu, unë me zja buka i Po fotin e plagosi o profe, rrëdhe tjera së shpije dëshyrë, bëne me mos. Po bandit, i kisha të halë unë, edhe i mbylla shqyqyr zotit jam rehat ashti. Por qa më duhe më halën të problemet, o bandit? Ja, mire bukur, ola. Dalë, i vedem punë, këthejmë shpi, jam regull është. Po më duhet mua, të hajë mund me apët kape me njerës këtu. E di që edhe në këtave që u kapa këtu u tërhoqja, jo se u tërhoqja për frikë, ose si avlente fare barra qiran. Nuk e avlente o fare. Fare o vajta të një pikë të fundit, i tha. Asa një ta borën pa problem me o profe, me i posë së dëgjon mirë. Nuk të rrijet o bandit, nuk të rrijet o bandit pa probleme, pa të lashe. Po së po s'pate dishalë. Do adrenalin. Po do adrenalin jetë, vlla, që me najt i rujtu, mi mrojtum gjithmonë me pa, është ma adrenalin, vlla. O si jetë... Sa vjetë qëti? O bandit, sa vjetë qëti, vlla? O vlla, ti të më thonë mu, si më thonë, jeta po s'piva si loj droge. A kalot jeta po pi alkohol, bara, cigare, disha, sa shumë Tani një sekund, sa vjetë je? 26 vjetë, vlla. Pat keshtë pës. Tani, unë jam 33. Unë jam 33, o bandit. Unë po me ndoj si të ulen fare, që ose isha këtu lartë në sjellje, kam vajtur këtu dhe të ulen me një qikë më poshtë që mbase ma jep truri ta ndryshoj stadin e jetës që kam të hidhem në një stad tjetër, a kupton? E po kaloj 35 bandit, pastaj ngelesh fishek, në shumë ata fishekët na jërfare që s'godasi me asnjë pikë. Dhe, sinqerisht, jemi në një fazë tjetër, kur kam qenë 26 të bandit, nuk ka asnjë gjë të keqe në mënyrën se si ti e mendon, edhe mund të pishe alkool, mund të pishe drog, mund të ikishe me femra, unë për vete time kam bërë edhe unë disa veprime në jetën time, kur kam qenë 26 të bandit, sa kam filluar emigracioni, kam qenë në Spanjë kam qenë. E kupton, edhe kisha tjetër mendim atyre, me të drejtë. Mirë po tani, unë jam 33 bandit.
Ikën me fjalë koha. Njeriu fillon edhe ndryshon, mbas të 30-tave fillon e kap edhe frika. E kupton, do të kap frika bandit. Po kalove të 30-tën të kap një frikë tjetër o vëlla, ne si çuna, po kaluam të 30-tën na kap një frikë. E para, gjoj sekond, e para është frika që a do arrim diçka në jetë, do bëjmë lek, s'do bëjmë, s'do kemi të ardhra, një punë të sigurt, një biznes të sigurt, dhe pjesa tjetër o bandit që është kryesore, e një djalë që të bëhet burr është të krijojë familje. Dhe ne kemi frikën e familjes o bandit. A e krijojmë dot as e krijojmë dot, se në fundit le ç'a bëjmë si burrat mirë këtu. Qa janë mbi 30 vjeç e vëlla kanë dështuar. Vëlla nuk bëj si burrë mirë, të bëj si djalë i keq. O bandit, po kalove 30 vjeç vëlla. E s'ke çuni për të çuar te kopshti, ke kryer punë, ke dështuar o shok dhe je në çdo ditë që kalon, je fiks pran akoma dështim më shumë. A disa vjeç ka qenë, shaj si ka McDonald's atë këtë botës. A disa vjeç ka qenë kur bëu milioner. 54 vjeç vëlla. Dakord, o bandit, por unë flas. Zëmë thuat, 54 vjeç boti ka shpik McDonald's në vëlla, i ka shimë. Ore dakord atë pjesë, o bandit. A i mendon ndonjëherë ti sa fëmijë do kesh? Allah nuk më ndodh sa fëmijë. Atë ka shkuar ndonjë ndërmend, bëj muhabet. Po gjë pak vëlla, po tani se këtu më pëlqej vetë. Allah, fëmijë ti fal Zoti o bish. Ore dakord, o vëlla, po ti vetë ke menduar për shembull në veten tënde? Bëj muhabet o tamam, vëlla, ke menduar ndonjë në veten tënde sa fëmijë? Po më thon do martona ai ditë, do krijoj familje, ku të kem fëmijë o profe, do largohen nga interneti o profe. Tani unë po përgatis terrenin o vëlla dhe prandaj nuk jam dot ai që thua ti të ndjeki, se unë s'mend, po i ka me kokën brapa, se krijon dot familjen o vëlla. Do t'i lësh shumë gjëra kur të krijosh, kur të mendosh për të krijuar familje o bandit. E disa i mirë do bëhesh ti. Nuk do njohësh veten tjere. Kur të krijosh familjen ti s'do ta njohësh veten me. Do thosh ti hajde o bandit, hajde si ke qenë si u bere. E disa i urë do bere sa i mirë. E kupton, dhe ti je në moshën e vëlla që ke të drejtë vëlla, je 26 vjeç, ke shumë drejtë. 7 vite diferencë kemi bashkë, gati 8, janë shumë o vëlla. Janë shumë. Po janë shumë o bandit, në 8 vite ti sikur të bësh 2 milion euro në vit, ke bërë 16 milion euro kur të vesh moshën time. Po, ku të bëj fëmijë, inshallah ma fal Zotin ai djalë sa të bën 3 vjeç ti po sa në brez ti dhe më sa të bish, mos i shira. Jo, bandit, jo, se sa i në shtëpi dhe më dil chill. Bandit. Po çfarë as në shkollë zë tash e fare. Ore loko, bëni follow ti e loko so çuna se dhe ky ka nevojë për fam. Anxhare. As në shkollë s'ka më shumë fare. Ka thuar e vëlla, si do ta çoshësh? Po mos i shëni fëmijën në shkollë o çuna. Gjoni mu. Fokusoni në stërvidje në gjanë që shtu, shkolla ka të hupje kohë o bish. Jo, ore ke gabim o bandit. Po si e kom gabim o profe, më burë? Prej, shkon në klasë parë ti, sa vjeç që kur shkon në klasë parë, vëlla, se kom arru krejt? 6 vjeç. Okej, kur e marrë shkollën, vëlla, di sa në qarë moshë, shkon 6 vjeç, kur e marrë shkollën? Bandit, 1 sekundë. Tani është 9 vjet. O vëlla, 6 vjet. Edhe 3 gjimnazi, 2 vjet. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O vëlla e ka harxhë fëmis 20 vite në rrasë, o vëlla, se i shive i e. O bandit, 12 vjet janë këto, 3 vjet është universiteti, 2 master, me i fjalë, këto janë vitet e shkollës. 17 vjet, tashtik. Po bish, dhe fëmija i guju më vëlla, gjdo dit. Jo, gjej sekundë, fëmija përgatitet për jetën. Po qa jetë më vëlla, si o ka ta fut sistemi, jetë me shku më bo federas. Gjej sekundë, sistemi është ai sistem që është, por fëmija duhet të përgatitet o bandit, të ditë lexoj, të shkruaj. Sa ka në kaj duhet? Ore bandit, po shike këto mua bete që bëndë është. Po qa jam gabim mërquna sa o sistem o vëlla, i ka punojnë për sistemi. Dhe sistemi është... I na të njerëz o bish, këtë ju si punojnë në për zyra, punojnë për shtetin, jeni këtë terrorista o bish, i ka myt një njerëz o bish. Qa dini ju për jetën o bish, është më lexoni ka libër shatu si ja u kanë përpara edhe kujtoni, po është e vërtet, qa është e vërtet. Si më jam gabim mërë, legena muti, këtë mashtrime janë. Musë më pëlqe fare shkolla, do më përflas mundimin tem.
O Po bandit, ju kam isha dhe punoni për sistemin e njerëz. Më fal një sekond. Sa vite ke dalë që ke qenë në në emigracion? Sa vite ke dalë emigracion? Qa moshe ke ikur nga Shqipëria? O da, unë përshtojmë ka të folish është nëse, kam do viti si kam rrugave. Po prandaj po të pyes, edhe unë nuk 13 vjeti kam unë rrugave, po. Sa? 13. 13 vjet. Me fjalë ti 13 vjeç në shtëpi aty ke marrë çantën Po. e ke ik. Tani gjoj sekondë bandit. Për mendimin tim, ai fëmia që ti do besh, u shpresoj të krijosh një familje të mirë, të rregullt edhe të kesh çdo gjë të mirë në jetë. Ai fëmia që ti do besh o bandit, kur besh prind vet, do të iki kjo mendime që ke sot. Edhe nuk do ta duash që ai ti 13 vjeç në Që ta them me zhonë. Okej, unë do kisha ndaj në Shqipëri, do kisha ndjek shkollën. Unë falenderoj Zotit, sot kam shtëpinë time, sot kam shumë zhona se unë kur në Shqipëri do t'i kisha vënë. Por atë të besoj unë, për atë jam me ty unë. Okej, tani çka duhet mu shkolla? Çfarë mu shkolla ose Unë vet, gjoj sekond, unë vet personalisht, ato vite shkollë sa diskutuam, ne unë i kam bërë 17 vjet. Kam bërë edhe 5 vite punë në shtet. Në arsim 22. Mbasi e bëra një 5 vjeçar në arsim më bandit, në bankët isha minus 400.000 lekë. Në overdraft. Troç, zgjinjej unë fare o shok. Dhe prandaj i ka unë në Shqipëri, se sistemi nuk të lejon të besh ekonomi. Por ama në momenti që ne kemi dalë në emigracion në bandit, unë kam paguar një kosto për në emigracion. Dhe pjesa më e madhe e kësaj kosto bandit është që unë prindit i kam në Shqipëri dhe kam 6 vjet, kam detur 6 ditë me ata në 6 vjet. Po bish, më falë profesor, më ka lezet e komentos, më thot njëri për shkallën të në thërë një vëllon, së më ka thëmë më dalë më më të thika, bish. Asë më ka thëmë me dalë me ranjëri, se po t'jetë banda kryeministër, e po t'jetë që banda shef të kontrollu shtetin t'je, po e vrasje, po t'lidhi të furi para këtë Shqipërisune, ta marrë shpirtin me të pa këtë bota, hajde vret tjetër ti, dilem vete hajde vret ti më mësh. Shaf letër, me konë banda kryeministër, ku ki shansë me vrati ka më bish. Të kapi t'lidhi të furi minis popull, do legend. Më të rekomu terrorismin, për që shtë do një jo. Kush vret me e furë direkt, automatikisht. Shnetin. Unë ka thëmë dërë me mytë njërë, jo bish. Se i vrat orë një ma betë. O profe, në gjë pak të thëmë, ti thëmë të gjërë të tjeshta. Shumica bos ti e di, se shumë kështini e madhe luftojnë për me ba leka vla, me jetu e tamon. Po. Okej? Allah, shkon në shkollë, ti kur je 6 vjeç Allah, hashdo 10-15 vjet kohë. Jam dakord me ty, vetëm shif çaj. Unë nuk e di ma kena jetë tjetër as kena. Valla, vazhdo, po të dëgjoj. A kupto, kena vetëm shit, zëm shembull, kena vetëm shit tjetër çdo. Po. Okej? Bane 6 vjet ti vëlla. Do shkosh në shkollë, çdo ditë shohësh në 7 mjesit si legend me shyra në mangë. Pa vendim e komende çuna, ju lutem. Shive dhe, shosh do ditë në 6 mjesit, shko repren 6 në 7 mjesit, deri në orën 4 masditë rrin bank ti vëlla, i myllum. As nuk shije diellin, as nuk shije familjen, as i gjë. Çdo ditë 5 ditë javë si në shkollë vëlla. Po. Vetëm mësojnë ata histori, gjeografi, gjuhën, zonat. Për këto jam dakord me mësu gjuhën e zonat e edhe në shkollë më thonë, mos bë punë pista, se zona normale të tonë, e di, sa sistem me të kontrollue. Po. Mësojnë ç'a dojnë vetë ata, për me punu për ta ku të rritesh. Për me bë punë si dojnë ata. Shija shkolla vëlla me hi fell, realiteti. Okej, marrë shkollën një 22 vjeç vëlla. Ti ke argju 10 vjet aty në bankë si kurv, mes 4 mureve, të nëjtë si klofkari. I ke argju. I ke argju 10-15 vjet, i kena ata obish. Hamra të më folë seriozisht tani, masi unë jam gabim, ju jeni mirë. Unë jam gabim, ju jeni mirë, morëm vesh. Shumë bukur. Keme mori punë, po zojmë shembull se Shqipëria ka korrupsion, nuk bosh, po marrim me Anglinë. Keme mori punë, si do marrësh 3.000 ose 4.000 pound muj. Sa të lek do me marrë muj ti bish? Se ti je hapi. Po aj do marrësh, për të zantinja. Ti e profesor, ti ke kalu 10-15 vjet shkollë, po themi. Kam bërë 22 vite, unë kam qenë shkollë edhe mësues, drejtues. U kry. Gjithë shatë kohë,
Sa kohë tjetës të 20 vjetë ke harxhu marrë një dhome? Ha, ma thuj ti mu. Ashti, ato janë 5 ditë një javë edhe me fjalë kanë qenë 20 ditë në muaj. Në çdo një sekond, 20 ditë muaj, ne ende 280 ditë në vit. Në 22 vjet, 20 vjet, 180 ditë, i bie 3600, gati 11 vjet. Ke harxhu në dhomë aty. Po. Okej? Dakor, tani ke fëmijë. Okej? A ke familje? Ti të më shku më punë në 7 mjesë më këtu në 7 mazdites. Sa viti ke për ta bën shit aty? Dhe si plakësh? Gjithë jetën ashtu funksionon. Ha? Ajo ashtu funksionon. Edhe ç'a shijove ti? Shijove fëmijët? Atere, bandit. Ç'a shijove valla? Ç'a keme marr 3000 euro në muaj ti. Keme pagu qira, drita, ul, ofertë telefoni, buk. Ti ke në valla ç'a ka punon? Dëgjoj një sekond bandit, që të kuptojmë. Allah, në mënyrën se rrezikojmë, që ta thamë pse rrezikojmë në valla, pse rrezikojmë shumë na shqiptarët edhe njerëz që në përbot. Ta tregojmë pse rrezikojmë. Rrezikojmë valla me shiju familjen tonë, bish rrezikojmë me shiju fëmijët tonë, me ndajt shumë me harxhu, çit jetë me harxhu me fëmijët tonë valla. Ne rrezikojmë sepse ne nuk kemi pasur shtëpi për të fut kokën. Po valla, im ka të marr këtë botë. Dale, ore dale. Ne si rrezikojnë anglez, që ti anglez që i kanë tona kushte që rrezikojnë, o profe. Ki, ma thoj mu i vend më të pasur në botë. Ku ma vend më i pasur në botë? Ke njerëz në qatë shtetë si i kanë tëra mundësit, po rrezikojnë për me shiju ma shumë me fëmijët, me kalu i farë periullën, ma shumë me fëmijët se me punën, o vlla. Se ti e hutosh në punën, o vlla, çdo ditë nuk keme shiju as fëmijën, as gruën, as familjen, as e që nga bish. Nuk ka jetë, pra jetë sistemi, o vlla. Jena në 2025-ën, që në ditë parë, çën ditë parë, profe, për mendimin tëm po flas. Çën ditë parë jena të punu për sistemin 2025 vjet, o vlla. Jena në 2025-ën. Ju punojmë për sistemin. Edhe ne nuk gëzojmë mos do të sistem. O bandit, gjej sekond. Mu nuk më pëlqen valla me harxhu jetë ashtu. O bandit, më gjej sekond. Unë e kuptoj në mënyrën se si e thuaj ti, ke një farë të drejtë ti në mënyrën se si ti e thua. Ty nuk të pëlqen të jesh në rresht. Pik muhabetit, o shok që ta kuptojnë edhe njerëzit këtu, këta që po komentojnë kështu. O çuna, banditi thot këte, që ta kuptojnë me fjalë tjeshta. Ky thot, e gjitha kjo thot e shkryuar në një farë forme që ne ti shërbejmë gjatë gjithë kohës atyre njerëzve që janë multimiliardera. Po. Dhe ata na duan në këtë sistem. Në fund të fundit, sistemin ata e kanë berore, që të jemi të qartë në për këtë pjesë. Ama ka një gjë sistemi, o bandit. Në çdo moment ti mund të dalësh nga rreshti. Dhe shkolla ta jep atë mundësi në momenti që ti mbaron atë edukimin, leximin, aty ti je i drejt, ke të drejtën tënde të vendosësh, o vlla, ndjek shkollë, s'ndjek shkollë, profesional, jo profesional, punon në shtet, punon në privat, hap një biznes, është e drejta jote. Shkolla të përgatit, o bandit, që ti kesh disa njohuri që ti ndash gjërat e tua. O bish të banë mësusja kujdestare si nanë më burë, mësja shimotëm, të e pa përgjishë mësusën, i ke të shqip sharëp, i ke kurë. Të pa mësusën çdo ditë, o vlla. Mësusës pse i the kurë, thë mirë tjera. Po shqia pa të banë mësusja si nanë e dytë, o vlla, te koka, çdo ditë, 8 orë, po i ke të shqip sharëp. O sa i madh që jere për kokë tënde. Sharëp, të banë drejtori si shpis. I ke kur, në letrim, çdo ku. Po da, do me ba shkollë, bëne shkollë në 2 ditë një javë. Të shtu me djelë shkollë. Ditë pushime me i ke shkollë me mësu më qatë dojmë. Edhe më të qatë duash. S'na ke, gjovere bandit qana mua beti nga ke apër. Shisim pysin njerëz do provë, se mund të thonë njerëz dashës shisa budala, thonë në ky, i mund tjetë një plak, shë një grue, e mire, si nuk ka po kur një të saj krime, si mund të thonë për një kriminalok, ja kuj gogoli, thotë për mu, shtash thotë, po kyre, ka dullë. Valla, unë jam shumë mikzushëm, shka ka mësu ka rruga, s'ma ka mësu shkolla, rëp. Oj, gjovere bando në knaqe për kokë të ende. Gjo ma gjo. Në mënyrën se si ti e thua që... Jore qona jo, gjo një sekund. Allah, ta shumë që të mëndim komunet, ti mëndos që shdush. Gjo një sekund, a i po thot mendimin që ka. Dhe mendimi i banditit e shky, që nuk i pëlqen pjesa e sistemit, që ne të bëjmë qa thot sistemi.
Banditi e shkolla sistemit, o shok, pik. Banditi thot jo, nuk e dua sistemin, vetëm shkollë thot 20 vjet, përgatitëm për jetën, se më ikën jetat dëmbë. Ky është mendimi i tij, o shok. Tani, s'kemi pse themin e jo, qa jeti, qa s'jeti, këtë mendim kare, vëlla. O bish, ai boti si e kontrollon sistemin o të pi kokainë, o bish. Ajo është e vërteta. Ajo është të pi mall splef aty të qiell ti shko puno si legend. Jo, po, këtë gjë, kjo është e vërtetë, jo. O bish, e disa veta janë të vdek ditë në botë, o profesor ti thu shkolla. E disa veta vdesin ditë ajo. Për unë, për bukë. Sa duhet? Qa sistemi e kam tërgoti mund, valla? Qa? Jo, këta sistemin e kam për vete, o shok. Qa sistemi e ka ti ku e të dek, çdo 5 minuta se unë të folin vdesin në Afrikë ka 10 mijë njerëz për ujë. Që të kuptojmë ne. Qa sistemi e ke? Për këtë pjesë ke shumë drejtë. Apo kjo zonja si më thot mua, sa shkollë ke, kjo kurva si më komenton mu këtu, sa vjet shkollë ke. Po të shif sharop, çdo sekond na e derdhë mujtin këtu. Gjithë janë të vdek për ujë. Qa sistemi djeti më kurv? As vjesh na për ata njerëz si vdesin më kurv, apo për tjerë si vdesin në luftë të shif sharop. Po dhe luftat ata i bëjnë për interes sistemi bën. Nuk ka problem për njerëz si vdesin shif sharop, se ti ke argon, shkon nesër në shtat te puna. Qosh njes me rrogën fund mujt qip sharop, ku sa ata vdesin për ujë. Qa sistemi ke ndërtuar ti? Ku ke sistemi? Sistemi me hangër ti. Po le mos as çini Abdullah, është botë kurvëra. Është jetë kurvë dhe është sistem kurvë dhe janë këtë njerëz janë kurva. Pik. Çka vërtet abi, vetëm sa ta kena jetën të jetojmë, na falë Zot për çdo mëkat si bëjmë, edhe vazhdo Allah. Kana tregojnë të shkollën neve, shkollën, për shkollën, jetojmë gjithë në globë. Valencia, po kjo është pra skllavëri moderne, sepse e kanë krijuar sistemin edhe këtë lloj forme e ka. Po bandit, si mendon ti për shembull, si mund të rregullohej kjo pjesa e kësaj sistemit? Se tani, dëgjoj sekond. Po s'po kesh më çuna se bëjmë nëse kena letë me po ashtu me koment o bish. Po tjerë janë të vdek sak për ujë o bish. O bish, ti më thu mu sistemi shkolla bish, okej, pa e marr vesh. Po të gjysa bosë janë të vdek o bish. Doesn't matter që janë muslimane o arabo, it doesn't matter. Bre bandit, ka shkatrojnë o bish. Edhe na problemi është se njerëzit si profesori i shkatrojnë. Se profesori thotë në mënyrë sistemin për shembull. Po profesori ti ka i myt njerëzit. Po bandit, ti mendon me nesër të zyra me punu. Gjoj sekond vëlla. Jeta e njerëzve është si jeta e xhunglës, mbi jeton më i fortë o vëlla. Po nuk ka jetë si që është jeta e rrugës, mbi jeton më i fortë jo shok. Grupi më i fortë mbi jeton, grupi më i dobët bie. E kam të shato, pra, sistemi ku punë ti, o më i fortë. Sistemi, jo, tani, këtu është ligji i xhunglës o shok. Dhe njerëzit që këtu janë multimiliardera, do t'i bëjnë gjërat në atë lloj forme. Po vetë lutem, se më tha njëri, po ti si e largu sistemit çka ka ndryshuar bando. Unë që këmë largu biznesit, këtij sistemit të vëlla, që që ndryshot ashtë, se të banda e qëtë në 2 masditës për gjumi, banda e rrejt 5 orë shëp djelin, që djelin. Së rru kare banda ja. Banda ka një 8 vite se bë që ti doj zemra. As nuk shërë në 7 vite në puna, as me argju kohën më në ndomë, kom shju djelin, kom shju njerës. Një punë e o bando, gjë se më fash. Ti e ben një punë që ta jep këtë mundësin, që të qohesh në orën 2. Një punë e bend, jo vëlla, 5 minuta në javë, 3 minuta në ditë, 7 orë në javë, 10 orë në muaj, që rëndë si ka. Ti një punë e bend që ta jep këtë luksin që qohesh në orën 2. Po nuk do ta bëjmë do të gjithë këte, o bandit që bend tjërë. Se po ta bëjmë gjithë punën që bend ti, o bandit, e di që ti do ishe pa punë? Si? Po ta bëjmë gjithë atë punën që bend ti. Çdo lloj pune që ofta. Sa të vëlla, shkojmë mjedhën në rrugë. Po vëlla, po më dëgjoj sekondë më dëgjoj. Po mundesh me ikën në skra por atje në Mërtur. Nuk rrimendja jote 3 ditë në fshat. O vëlla, më rrop shtëpia rri po jena mësu keshna me telefona me zona se këtë. O bandit, më dëgjoj sekond. Shat u jetë si kokramod zrop. S'ke nevojë me bë as krime, as me shku në shkollë, as me mësu në shkollë. Rriti në fshat. S'ka më të parë tonë o profe. Që të kështë në e thana? Kene mjëllë damate, kastraveca, patate, grosh. Si ka njëtu ata, profe, dhe kështë njëtu ata na? Po ti pse i kes jetove ashtu? Po që ka një këta më profe, këna i këtë na me turme në shusë. Tani të gjoj sekund, për dhe isa ke i ke bandit nuk tesh me
Dhe pjesa tjetër, në momentin që ti o bandit ke dal nga kjo pjesa dhe ti bën atë punë që bën, atëre ti ke të drejtë dhe thuaj që unë do bëj këtë punë sepse çojmë në orën 2. O profe. Sistemi është për mua se si ka folë në live sa në rrjetet sociale. Ky edhe me më gjuka foli që shtu më lojnë kundra mua dhe më bëjnë hapë ndoshta edhe të hapin punë. Se thonë ky djalin ja ka gjetë keshin. E kam kuptuar edhe ta hapin sa probleme me disi të fol kesh për ta në publik. Seriozisht. Sistemi na ka mbyll njerëz çdo ditë valla. Me smundje, me shat i shotkari, ka i myt çdo ditë njerëz. Se ti thua ndihmoj e filani sa i smur. Ta i mytin valla. Ta i mytin ta valla. Sistemi i kputë dhe dimner. Po atë pra, shaka dhe mos. Jo e sekondë gjore, edhe Covidi sistemi e futi re, rezulti skullia për të njerëzit re. Atër. Ore, edhe luftrat në që bën Palestinë, në Irak e në Afganistan, sistemi i bën. Atër, pse pëmërojnë që sistem? Pse të punojnë për që sistem? Po se je i paf, ti të ndryshoj sistemi, kush je ti? Po, s'du me ndryshoj, unë të paktën nuk e një mëj. Ku të lejaj ty, o bandit? Po prapë se prapë, them një gjë unë ty. Më gjoj sekund. Ti je në Angli. A je në Angli sot që flasim? Po. Atere, sa shqiptar mund ketë në Angli? Sa qindra mira ka? Ta dush. Atere, shteti anglez shko qa sistemi të bukur ka berë. Vete ti në Kalajs, i jipën gomones, shteti francez të le ty të vesh në Angli. Se po dojtë këthendërës, le i qas një, 0. Si i këndo ti se je i zgjuar, po të le se do shteti. Dhe kur vesh në Angli ti, të kapin ata të fusin 3 dit, 4 dit, 1 javë në kamp. O bish, këta kanë nevoj për ne o bish. Po dale pra. A disa lek hajojmë na shqiptarë në Angli jo vlau. Ore, më të gjojnë sekundë, jo ka nevoj ata, po si ti që je aty, si unë që jam këtu, ne jemi thjesht punëtor të sistemit që këta kanë krijuar. Dhe i thjesht ka lënë një hapësirë që ti vete në Angli, jo ti personalisht, shqiptarët, ve në Angli dhe i thotë, ke të drejtë në të marrësh frymë në Angli, të hapësh bankë në Angli, ti japësh makinës në Angli, po jo të drejtë për punë. Çfarë do bëj bandu apo ata si bandu apo ata të tjerët, do punojnë ato punë që bën pa letra, ato punë të zeza, ato punët që sistemi ka nevojë që t'i bëj dikush. Dhe prandaj ngecin shqiptarët në këto punë që bëjnë, o bandit, dhe janë thjesht të futur me stil te kjo rruga këtu. Se s'besh do të biznesmenti në Angli, o vlla, do të kalosh një 10 vjeta, 15, 20. Dhe ai të fut në sistem, dhe sistemi e hapo bandit, si të kesh një tuf me dele dhe i ke hapur një shteg i themin e nafshatim që të hyjnë aty ato. Ja, tje do hyjnë ato, sa s'ka ku vend, se na krau tjetër është e thurur. Dhe ti prapë se prapë, dhe unë prapë se prapë, ne jemi pjesë e këtij sistemi dhe duam s'duam ne, pavarësisht se ti thuaj që nuk jam pjesë, ti i ben një shërbim ati shteti aty me çdo lloj pune që ti ben. Dhe ishte ai shtet që zgjodhi që ti ta bësh. Zvall vlla. Ti edhe unë, edhe të gjithë ne. Po normal zvall vlla se na sklavër në toj. Nëse unë e paguaj vetëm 10 pound dyshani me sklavë, unë ka paguaj taks, në çdo gjë që marr këtu. Po prandaj po them pra, jemi në këtë lloj forme që funksionon, ne na ka futur, pse nuk të çmerr ty ai të thotë, erdhe ti bandit në Angli? Po. Do rish në Angli ti, ja letrat, ja të drejt pune, x-it punë. O profe se kalu ma vetëm, pa flasë për sistemin, edhe për botën, ku jetojmë, edhe si jetojmë, nështë. Bota që jetojmë ne vlla, dohana ta lartë, dhe ne poshtë jemi thjesht dhe jemi ushtarë të tyre. Kaq. Po. Ne jemi kotë, ata s'na llogarisin fare. Qa e për shkolla? Madje, a di çfarë bën ata? Po, a shekum dole ti mua shaja shkolla, po. Edhe me Covid, por vlla, ne po jetojmë sllavëri moderne. Po, shaja shkolla, shaja shkolla, se të stërvitin ata. Dëgjoj sekond, ata bëjnë çdo gjë nga zerua derisa të ikim në kjo dynja, që ne të punojmë për ata. Dhe madje për mendimin tim, pjesën që ata futën Covidin, po bandit, a di çfarë bën me Covidin ata? Për mendimin tim. Ata thjesht pan masën e njerëzve, masën njerëzore, popullin në gjithë rruzllin toksor. A reagon ky popull apo jo? A është i fuqishëm apo jo? E pan a reagon ose a reagon dot o vlla? Na nuk reagon. Fare 0. Vazhduan ata tallin trapin. Kaqë, është shumë e thjeshtë.
Po të kishin reaguar, do shikoje gjysmën e botës të shuarti. Populli s'reagojo. Këtu thanë ata rresht. Tani do tallën karën me ne. Po normale. Po normale, po si thua. Pra është një diçka që është shumë e qartë, të shok. Shisha thot njëri anglisht, si na ka kuptuar thot school is to hold you back and become a worker for the rich. Ore asi bet fjalë, ore që ajo është ore. Shkolla është më brapa thot për më punu për ata të pasurit. Ore bandit, ideja është këtu. Gjej një sekond, ideja është që njeriu duhet të gjej mundësi. Bandit, sa më shumë të punosh me fjalë në sistem për tjetrin. Kur ndryshon ky sistem të profesorit? Po profesori është pro sistemin më vllau. Profesori nuk do të ndryshojë. Jo, profesori shqyqër zotit sot që flet me banditin këtu, unë i kam 12 punëtor. Ata si kur ta din ata që unë po të më thonë ata të 12 sot, unë arrit rrogën o nesën e s'dalim punë, mua s'më zaj gjumi, po ata se din. Ata e din se unë e përëndia. Jo, shikojnë ata. Po më konë ka të njërë njëni këtë pa dashje. Ore bandit, a e diti, a ke pas kalë në fshati? Edhe ti të bo krim. Gjoj sekondo bandit, a ke pasur kalë në fshat? Mos ndel nga efshës edhe ti je të bo krim. Ore vlla, më dëgjom këtë përgjigje. Ti e ka pasur njerëz se ka bë lek në shtëpinë njerëzve. Ti je kriminal o bish. Po bandit. Gjoj sekond, a ke pasur kalë në fshat? Po. A e di ti që kali po ta dinte forcën e vetë, këpuste një shielëm ty nuk të vinte pas kapistrës? Po. Po vjen pas kapistrës ajo vlla, se ashtu është mësuar që i vogël. E do vi ashtu ai. Një kriminal të bish. Ore unë po them si funksionon, o vlla. Pse pa dashim duket të çumë. Ore kështu funksionon, ore vlla, kështu është sistemi. Kështu funksionon, o vlla. Të si e bjerë. O profi, rrët javë rrogën, pra, mos të bëzë më kesh. Bej, e kam në kuptimin kështu bandit, edhe si kur tu arris, unë një ditë bukur, e tu arris prap, dua të them në kuptimin që, si që është një fabrik, o bandit, por është edhe një gjë tani, që se ta thonë unë do iki, unë i thep s'ka problem, marrë tjerë, se ka tregu, e kupton në akta të përgatitur për sistemin, ka plot o vlla, e disa sjellin ata zyre punës, sa duash, e kupton. Tani unë doa të them këtë gjë, që kjo bot funksionon në këtë lloj forme. E kupton? Dhe qenia njerëzore nuk bopet. E disa profe. O profe, shihni lek të profe, shpreshi gjithë lek me familjen, shihni jetën e profe. Vera për shpje mos maj lek në ndrasa se kemu penu.